Një ngjarje e rëndë shënuar me zitën e së premtes në kryeqytet, ku një 29 vjeçar është plagosur në një bar kafe pas zonës së ish ekspozitës. Andi Mustafaraju qëllua me armë nga një person i pa identifikuar, i cili ka arritur të largohet me shpejtësi nga vendngjarja me një pistolet në dorë. Dëshmitarët që janë ndodhur në vendngjarje kanë dëshmuar se në lokal janë dëgjuar 3 shtëna armësh, ndërsa 29 vjeçari i plagosur është dërguar menjëherë në spital me një makinë të rastit. 29 vjeçari nuk është një person i panjohur për policinë. Ai njihet si mik me Elton Chichon, që u ekzekutua më 1 maj të këtij viti në një lokal tjetër në Tiranë. I plagosur ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore për shkak të plumave që ka marrë në bark, ndërsa policia dyshon se plagosja e tij mund të ketë lidhje me një tjetër atentat në kryeqytet, ku mbeti i plagosur me një armë të dyshuar sniper, Nilgert Pata, që njihej si armik i Chichos. Për të gjitha këto pista, policia ka nisur hetimet, si dhe janë sekuestruar kamerat e sigurisë së lokalit për të bërë të mundur identifikimin e autorit.